Përshëndetje doktoresha, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Në fakt do flasim për diçka që ka bërë xhiron e rrjetit, sikurse janë ushqimet e ambalazhuara HIP, për sa i përket të vequrve tanë, mënyrë që t'i konsumojmë apo jo, pasi ka pasur disa raste në Europë që kanë pasur përbërës, janë gjetur në to pra, të konfirmuar dhe nga kompania përbërës të ilaçeve të mjut. Si e komentoni këtë lajm dhe sa shqetësues është edhe për Shqipërinë? Përshëndetje. Në lidhje me këtë lajm që është shumë tronditës, mund të them që janë instancat përkatëse ato që kanë marrë masat, por ajo që na përket ne si punonjës që merremi direkt me fëmijët, është ndërgjegjësojmë dhe të sensibilizojmë prindrit në lidhje me disa masa që duhet marrin ato. Së pari, kur shkojnë në market për të blerë një ushqime, çfarëdo lloj të konservuar, të ruajtur, të ambalazhuara për fëmijë, duhet të tregojnë shumë vëmendje deri në detaje. Për shembull, nëse kapaku i kutisë së qumshtit, po them, është i deformuar, është i dëmtuar, ose etiketa shoqëruese mungon, apo mund të jetë mbi vendosur data e skadimit ose diçka tjetër, të gjitha këto detaje, çdo prind duhet t'i shikojë dhe t'ia kthejë mbrapsht shitësit dhe të marrë atë ambalazhin që është i rregullt. Nëse konstatojnë një aromë të pakëndshme apo diçka tjetër të çuditshme, nëse gjithashtu nuk ka fare datë skadense, atëherë duhet menjëherë duhet ja kthejnë prindrit. Kjo në lidhje me vigjilencën që kanë prindrit për qëllim të sigurisë ushqimore. Pretendohet që një dashakeqës ndaj kompanisë ka futur këto ilaçe në për markete të ndryshme brenda kutive të kavanosve, le ta themi kështu. A duhet që dhe në Shqipëri të tërhiqte ky produkt dhe nga ana tjetër çfarë shkakton një ilaç mio në minjaturë tek fëmijët? Ky ilaç shkakton çrregullime të rënda gastrointestinale deri dhe me hemoragji të brendshme. Pra, helmi kundër minde është futet ndër ato toksina shumë të rënda për fëmijët, krampe, shtrëngime në zor, të vjella dhe rëndim të menjëhershëm të gjendjes. Pra, është një situatë alarmante serioze. Nëse fëmia bie në kontakt me këtë helm edhe në sasi minimale. Pra, këto janë shenja që të alarmojnë dhe të çojnë direkt në urgjencë. Por, në lidhje në Shqipëri, udhëzimi është dhënë nga organizata botërore e shëndetësisë dhe nga ato që merren përkatësisht me ushqimin në Bashkimin Evropian. Do me thënë, nëse mblidhen dhe në Shqipëri, kjo nuk do të thotë se në Shqipëri kanë qarkulluar raste me përmbajtje të tillë. Por, në qoftë se vini re që fëmia ka të vjella, ka diare, mund t'i drejtohemi menjëherë urgjencës pediatrike. Sa të rrezikshme janë këto produkte, doktoresha, të ambalazhuara? Produktet e ambalazhuara në përgjithësi janë brenda standardeve. Ka qëllime dashakeqe, këtë ne nuk mund ta dimë, janë institucionet përkatëse që hetojnë në lidhje me këtë ngjarje të rëndë që ka ndodhur, dhe këtë nuk mund ta gjykojmë, as mund ta paragjykojmë. Por ato janë
shumë të rrezikshme. Dhe mirë është që nënat t'i drejtohen ushqimit natyral, qumshtit natyral, të zier në 100 gradë, vetëm në raste shumë të domosdoshme kur nëna është e pamundur t'i shërbej fëmijës, t'i japi gjë, atëherë jemi të detyruar t'i drejtohemi instancave marketit për të marrë këto qumshtin e kutisë. Pra, ai ka ekzistuar, do të ekzistojë. Qëllimi ynë edhe i juaj është që të sensibilizojmë, të ndërgjegjësojmë që prindrit të jenë të vëmendshëm në drejtim të amballazhit, të etiketës, mos të ketë dëmtime. Gjithashtu, edhe nëse konstatojnë fëmijë tek dyqani, duhet të njoftojnë. Sepse miu përveç përhap edhe infeksionet të tjera, jo vetëm toksinat që mund të përdoren kundër minjve, dëmtojnë ushqimet e hapura, për këtë do të thosha dhe në lidhje me insekticidet. Në Shqipëri qarkullojnë dezinfektant, të gjitha llojet e dezinfektantëve janë neutral. Do me thënë, mund të vësh me atë helmin e mizave pa dëmtuar ushqimin që konsumojnë. Megjithatë, aty ku ka ambiente me fëmijë, është mirë që të shmangen edhe kontakti me këto detergjente, dezinfektantë, të mbulohen mirë, të mbyllen ushqimet në mënyrë hermetike dhe të lihet të paktën 2 orë që të veproj dezinfektanti dhe të mos hapen ushqimet në atë orar. Në fundjavë ose në gjatë natës kur nuk është e ekspozuar. Ju falenderoj shumë, doktoresha. Faleminderit juve.